PD-ja po bën zgjedhje dhe po bën zgjedhjet e klasit më e pror. Më e pror, një antar një vot. Prit. Zgjedhet me një kandidat. Po, e vërteta absolute është që në 90% dhe më shumë, të atyre që i bëjnë me një antar një vot, janë me një kandidat. Pse? Sepse ata që kanë peshë dhe nuk janë sigurt në fitore, nuk hynë, nuk pranojnë të hynë, kaq, jo për arsye tjetër. Por ama, në asnjë rast, në çdo rast, për të hyrë në garë, disa kritere do t'i plotësosh, apo jo? Jemi dakord, përndryshe, gara bëhet qesharake. Po marrim rastin e Meremes, se ato tjerë që nuk janë në PD fare. Po marrim rastin e Meremes. Meremja është në PD. Meremja ka bërë një garë. Ka marrë 43 vota. Mirë, bravo i qoftë që bërë një garë, e përgëzoj në qarkun e Durrësit, dhe ka marrë këto vota. Tani, për të kandiduar Meremja që të drejtoj ty dhe demokratët, do të ketë disa prova të tjera, sepse përndryshe gara nuk bëhet qesharake. A jemi dakord? Dhe një garë e tillë nuk të nderon. Dhe për ta mbyllë këtë punë, unë isha në Zagreb. Doli Meremja dhe tani vuvuzelat. E ka fut Flamurnoga. E ka zgjedh Flamurnoga për të bërë një kandidate. Kur Flamurnoga apo komisioni, nuk di se komisioni që i shef kandidaturat, i tha nuk plotëson kriteret, tani pse heq Flamurnoga? Ndaj dhe një gazetare ka punonte me një organizat financuar nga Sorosi për rrjetin investigativ, shkruan të dje se Partia Demokratike me që nuk ka të drejtë të kërkoj zgjedhje, me që zbën vetë zgjedhje. Sipas saj, është një sorosiste e verbra, jo? Sipas saj, vota, zgjedhjet me një antar me një vot, forma më e prore nuk janë zgjedhje. Mbasi Edi Rama nuk bën zgjedhje. Pra, unë ala pak më shumë të ky moment për të sqaruar çdo demokrat që duhet të refuzojnë me përçmim përpjekjet mashtruese, gjuhën korruptive që përdor media për të mbrojtur Edi Ramën. Ka në 10 artikuj PD-ja nuk bën zgjedhje, kur PD-ja bën zgjedhje një antar një vot, nuk ke një artikull të vetëm se Edi Rama nga 2009 deri sot nuk është votuar kurrë në atë parti.